Përshëndetje. Ju ftoj të shikoni shëmbëltyrën e gjallë të një agitatori të algoritmit në sulm. Porto Palermo, një ndër plazhet më perlë në jug, është privatizuar i Kadal Pronari dhe shihni si do të bëhet. Kompleks vilash dhe këtu, ku normalisht shqiptarët nuk do të kenë akses. Këtu nuk kemi të bëjmë me një interpretim të mbrapsht, të një masterplani që mund të jetë real. Ka për shembull masterplanë reale në librin Albanian Files, të cilin inkuizicioni dështak zemrakëve të kohës së zezë të protestës e ka kthyer në një akt akuze për mua, për arkitektë huaj. 10 prej tyre janë nderuar me Nobelin e arkitekturës, Pritzker Prize. Këtu nderohen me një akt akuz. Janë masterplanet porositura nga subjekte private në troje private, të cilat arkitektët kanë zgjedhur t'i vendosin në dosjen e tyre në libër, në liri të plot, dhe ka prej tyre masterplane që nuk janë pranuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, provë që Këshilli nuk është fasad, po është institucion serioz. Megjithatë, inkuizicioni i përdor këto si provat e akt akuzës për tradhtin time kombëtare, shitjen e dheut nga unë, gjithë zezat që dështak zemrakët mi faturojnë mua sepse duan ngushëllojnë veten për falimentimin e tyre në mediokritet. Por ky agitator i algoritmit e ka fabrikuar kryekput këtë shëmti. Pra ky e ka bërë vetë me ChatGPT. Shikojeni fytyrën tipike të dizinformatorëve të paguar të opinionit publik që e kanë humbur qysh në moshë të re pigmentin e skuqjes apo të zverdhjes, dhe që zbatojnë qorrazi urdhrat e kujdo që i paguan mbi dhe në dorë. Prandaj sot të vendi. Po dini cila është ironia më e madhe në këtë rast? Se ka plot të tilla, po pse zgjodha këtë? Sepse pasi kemi kthyer një sër kërkesash gjatë viteve për ndërtim në atë zonë, ku është bërë dhe një batërdi me tidhur pronësie të dhënë kuturu në kohën e coptimit madh të pronës në Shqipëri, unë personalisht i kam kërkuar qeverisë të miratojë mbrojtjen e krejt gjirit Porto Palermos nga ndërtimet. Ne kemi shpallur atë gji monument të natyrës, ndërkohë që me Ministritë e Mbrojtjes dhe të Kulturës po mbyllim projektin e muzeut të luftës së ftohtë tek tuneli, si dhe rehabilitimit për qëllime turistike të repartit bashkëngjitur. Jetojmë në një kohë shumë të vështirë për të vërtetën, por ky nuk është justifikim. Kjo është dhimbje. Dhimbje për aq shumë njerëz të mirë dhe të sinqertë që helmohen dhe mbyten në kanalet e dezinformimit. Po kjo është edhe një ndjesi faji, përgjegjësie, borxhi torturues ndaj tyre, sepse unë nuk kam ditur të bëj dot sa duhet, nuk kam ditur ta bëj si duhet, për t'i mbajtur të informuar, për t'i parapërgatitur, për t'ju dhënë mundësinë që të kenë një farë imuniteti nga gjithë viruset e atyre kanaleve, dhe më shkurt, më thjesht, për të qenë më pranë tyre.